Edhe Partia Demokratike e Kosovës e ka mbështet, mendoj që është e drejtë legjitime që ushtarët e ushtrisë qëndrueshme të Kosovës, por edhe qytetarë cilët janë ndje absolutisht tepër keq me mënyrën se si është portretizuar narracioni për të burgosurit politik. Unë sot kisha rast të takoj edhe ishte burgosur të cilët kanë qenë në burgun e Dubravës, pra mënyra se si ata janë shpërfaqur një ekspozit cilën e ka paguar dhe ka financuar shteti i Kosovës, bie ndesh me gjithë kauzën tonë për liri dhe përpjekjet shekullore të popullit shqiptar për të qenë të lirë, pra i ndihmon narrativi Serbisë dhe është e pafalshme që e njëjta është bërë me financimin e shtetit, pra jo vetëm ekspozita, edhe një libër i cili është financuar me parat e taksapaguesve të Kosovës e që e lëndon thellë narracionin tonë për liri dhe përpjekjet po e them të shqiptarëve që Kosova të jetë shtet i lirë dhe i pavarur. Dëgjoni, nuk mund të financohen projekte të cilat e kanë për qëllim që ta devalvojnë e ta degradojnë përpjekjen tonë për liri e shtjerim. Këta janë veteran, ushtarë të ushtrisë qëndrueshme të Kosovës, cilët kanë dhënë gjymtyrët e tyre për Kosovën shtet. Në këto ditë kemi muajt e përkujtimeve dhe sakrificave të masakrave të panumërta që kanë ndodhur në Kosovë dhe shteti nuk guxon që të financojë projekte të cilat i shërbejnë narracionit dhe narratives të Serbisë, për të duhet ketë përgjegjësi. Unë uroj shumë që prokuroria të marrë masa dhe të kemi po ashtu ndjekjen ndaj atyre cilët kanë financuar projekte të cilat cenojnë shtetin e Kosovës.